Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe bekimi i Zotit qoftë mbi ju. Ishte viti i parë i çlirimit të Mekës. Pasi pejgamberi alayhi salatu wassalam nga ky qytet kishte dalë i përzan. Ishte dëbuar dhe kur ishte larguar e kishte parë me mall. Dhe i kishte thënë atij qytet, një ditë do të kthehem. Ai u kthye triumfues, u kthye duke e çliruar atë nga idhujtaria, nga çdo gjë që ishte negative. Thritet ezani i parë në Mekë. Disa të rinj, të cilët akoma nuk e kishin pranuar Islamin dhe nuk e dinin se ç'ishte Islami, kur e dëgjuan këtë ezan, filluan të tallen me të. Njëri prej tyre dallohej, sepse kishte një zë të bukur dhe ai me ironi thërriste Allahu Ekber, Allahu Ekber. E kemi dëgjuar edhe në jetën tonë, njerëz të cilët mundohen të tallen me ezanin. Këtë e dëgjon pejgamberi alayhi salatu wassalam, por siç i ka hija atij, e priti me butësi këtë gjë. E thërriti këtë djalë. E pyeti se si e kishte emrin. Ai i tha Ebu Mahdhura. Pejgamberi alayhi salam i tha, ke një zë të bukur. A mund ta përsërisim bashkë ezanin? I vendosi dorën në krahëror dhe filloi t'i thotë ezanin, pejgamberi alayhi salam. Djali e përsëriste, e këndoi ezanin nga fillimi deri në fund. Pastaj ai u largua, por u largua i qetë. Dhe më tepër i kënaqur me sjelljen e pejgamberit alayhi salam. Siç e dim, të nderuar vëllezër dhe motra, Allahu i madhëruar në Kur'anin famlar na thotë dhe kur të ftoni me të mirë, me butësi. Pikërisht pejgamberi alayhi salam këtë bëri me Ebu Mahdhura. Më pas, Ebu Mahdhura, pas pranon Islamin, tregon në këtë mënyrë. Thotë, nuk ishte njeri më të urryer tek unë se sa Muhamedi. Por pasi unë pranova Islamin dhe kuptova bukurinë e tij, nuk ishte njeri më të dashur se ai tek unë. Pejgamberi alayhis salam Ebu Mahdhurën e bëri muezin të Qabës. Dhe ai u bë një ndër muezinët më të famshëm. Prandaj vëllezër dhe motra, me të vërtet mund të fillojë dikush me tallje, mund të fillojë dikush me ofendime, por mos harrojmë se udhëzimin e ka Zoti i gjithësisë në dorë. Neve na takon të sillemi mirë me ta, të sillemi me butë, ashtu siç kërkon Allahu i madhëruar dhe ashtu siç ka vepruar pejgamberi alayhis salatu wassalam. Se ndryshe, një fjalë e jona e ashpër mund të bëhet shkak që ai njeri të largohet nga Islami. Prandaj të jemi të butë në mënyrë që edhe Allahu në ditën e gjykimit të jetë i butë dhe i mëshirshëm me ne.